Shqipëria triumfoi në Serbi, tifozët pushtojnë rrugët e Tiranës dhe qyteteve tjera shqiptare. Fitoria e madhe e kombëtares shqiptare ndaj Serbisë ka ndezur një valë festimesh në mbar vendin. Tifozët kuqezi kanë pushtuar rrugët e Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Elbasanit, Prishtinës e deri në qytetet shqiptare në diasporë, duke krijuar një atmosferë të papërshkrueshme entuziazmi dhe kënaqësie. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas fitores së madhe të kombëtares shqiptare ndaj Serbisë, duke përshëndetur djemtë kuqezi për paraqitjen e tyre të jashtëzakonshme. Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan: "Fitore me gol, fitore me lojë, fitore me zemër kuqezi." Kjo fitore e cilësuar si një nga më të rëndësishmet për kombëtaren, ka sjellë reagime të shumta nga figura publike dhe politike dhe një atmosferë festimi të jashtëzakonshëm në të gjithë vendin.